Një ngjarje e rëndë ka tronditur Firencen pas ditën e kësaj të diele, ku tregtari i njohur i sendeve antike Franco Giorgi, 74 vjeç, dhe bashkëshortja e tij Gianna Di Nardo, 68 vjeçe, u gjetën të pajet në banesën e tyre. Zbulimi u bë nga djali i çiftit, i cili sapo hyri në apartament i gjeti të pajet prindrit. Sipas të dhënave të para, në disa ambiente të shtëpisë janë gjetur gjurmë të shumta gjaku, duke lënë të kuptohet se mund të jenë konsumuar një episod i zgjatur dhune. Lëndimet e konstatuara në trupat e të dy viktimave janë përputhje me përdorimin e një arme e cila deri më tani nuk është gjetur. Alarmi u dha rreth orës 14:30 kur djali i çiftit kërkoi ndihmë. Ekipet e emergjencës mbërritën shpejt në vend ngjarje, por nuk mundën të bëjnë asgjë, pasi vdekja e çiftit u konfirmua menjëherë. Autoritetet mjekoligjore dhe karabinierët nisën pa humbur kohë hetimet brenda apartamentit. Hetuesit po shqyrtojnë hipoteza të shumta. Ky do të ishte rasti i dytë brenda pak ditësh, pasi një tjetër i ngjashëm tronditi vendin pak ditë më parë. Franco Giorgi është trashëgimtar i fundit i një dinastie tregtarësh antikitetesh, pronari i galerisë me të njëjtin emër në Via de Serrali në Firenze. I njohur në botën e artit, ai mori përsipër biznesi në vitet 70, ndërsa galeria u themelua në vitin 1853 nga Tommaso Giorgi, stërgjyshi i Francos, dhe është trashëguar nga jati te djalit deri më sot. Me kalimin e viteve, kompania përjetoi një rritje të ndjeshme tregtare, duke rritur prodhimin e mobiljeve artistike dhe shitjen e mobiljeve moderne. Asnjë hipotezë në lidhje me atë që ndodhi brenda shtëpisë së familjes Giorgi nuk është përjashtuar. Midis tyre është edhe mundësia e vrasjes së ndjekur nga vetvrasja, megjithse me metoda veçanërisht brutale. Hetuesia po punon për të rindërtuar kronologjinë e ngjarjes dhe për të identifikuar armën e përdorur, ndërsa banorët e lagjes shprehin tronditjen për atë që ka ndodhur.